Në një nga netët më emocionale brenda shtëpisë së Big Brother Kosova, nata e vitit të ri solli jo vetëm gëzim, muzikë dhe festë, por edhe momente të thella njerëzore që prekën banorët dhe publikun njësoj. Një prej këtyre çasteve ndodhi kur Benitez, i ndikuar nga lodhja, presioni dhe ndoshta nostalgjia për shtëpinë dhe familjen, filloi të qante papritur. Me sytë e lagur dhe zërin që dridhej, ai shpërtheu në një emocioni të fortë: "Dua të shkoj te mami." Në ato momente, atmosfera e festës u zbe pak nga zëri i tij i trishtuar. Muzika dhe gëzimi që mbushnin dhomën nuk mund të mbulojnë ndjenjat e të munguarit dhe nevojën për afërsi familjare. Benitez tregoi një anë të ndjeshme dhe shumë njerëzore që shpesh mbetet e fshehur prapa buzëqeshjeve dhe lojës së përditshme. Ai nuk po kërkon të spektakël, por vetëm të ndante një pjesë të vetes dhe të ndjenjës së tij më të thellë, dhe atëherë hyri Dolce, e cila, pa humbur kohë, iu afrua dhe filloi t'i fshinte lotët. Me një qetësi dhe ngrohtësi të papërshkruar, ajo u përpoq të qetësonte Benitez, duke e mbajtur pranë dhe duke e siguruar se nuk ishte vetëm. Veprimi i saj nuk ishte thjesht një gest i rastësishëm, ishte shprehje e solidaritetit, empatisë dhe kujdesit brenda shtëpisë. Në një ambient ku shpesh dominojnë lojrat, intrigat dhe strategjitë. Ky moment tregoi se ndjenja njerëzore dhe mbështetja mes banorëve kanë një rëndësi të veçantë. Banorët e tjerë ndoqën me vëmendje këtë skenë. Disa heshtën, disa buzëqeshën lehtë nga emocionet që ndjen, dhe të gjithë kuptuan se Big Brother Kosova nuk është vetëm spektakël dhe strategji, por edhe një reflektim i ndjenjave të vërteta, i nevojës për afërsi dhe për kujdesje. Dolce, me veprimin e saj, tregoi se edhe brenda një shtëpie të mbushur me presion, ka vend për ngrohtësi, kujdes dhe dashuri njerëzore. Ky moment i Benitez dhe Dolces dha një mesazh të fuqishëm për publikun, që pas debateve, lojrave dhe intrigave, ndjenja për familjen, dëshira për afërsi dhe emocionet e sinqerta më bë